Ke qenë ndonjëherë e lumtur në një marrëdhënie? S'mund të them marrëdhënie, po që jo. Nuk mund të them marrëdhënie. Pra ti s'ke pas një marrëdhënie, po themi. As në njofje kush e di se çfarë. Shiko, mua mund të pëlqesh për 2-3 ditë e para. Të pëlqej për 2-3 ditë e para? Prit. Dhe, okay, mund ta avancosh atë gjë që mund të të pëlqej, po pastaj më venitet robi. Ose fillon të më xhelozojnë shumë. Nuk e di mbase për shkak të tipit, se unë jam tip shumë spontan, shumë i lirshëm. Unë nuk bëhem kur xheloze për dikë. As në mbase s'ke pas marrëdhënie. Po as në fillim, as muajin e parë nuk e tregoj kurrë atë pjesën e xhelozisë. Nuk e tregon apo nuk bësh? Pra ja, nuk e tregoj kurrë atë pjesën e xhelozisë. Thjesht un kam një gjë. Jam pak territoriale. Siç ta bëj. Po pra. Është e njëjta gjë ama kjo. Jo, nuk është e njëjta gjë. Territoriale? Jo, nuk është e njëjta gjë. Që çfarë është e imja, është e imja, në sensin e mirë të fjalës, jo për ta përvetësuar personin. Por nëse ti do të rish me mua, atëherë je me mua dhe pikë. Seriozisht. Po nuk është xhelozi, se unë nuk të bëj skena xhelozie, nëse ti do të ikësh, ti mund të largohesh. Po çfarë, okay, çfarë bën? Çfarë bën? Nëse e territoriale, si e territoriale? Se s'po kuptoj. Më fal, e para njëherë duhet të di se çfarë bën. Okej. Duhet të di se çfarë bën. Nëse ti ke njerëz për të takuar, shok, shoqe, pse duhet ma thot mua dikush tjetër kë ke takuar ti? Duhet të raportoj pra. Patjetër. Okej, tjetër. Të më raportoj, sepse të njëjtën gjë edhe unë e bëj.